99% të takimeve dështojnë. Pse? Sepse ti po shkon në takim në durë në xhepa. Shkon aty, i lumë për aty, i takim klient, jam shumë happy, jam shumë, sot është ditë shumë e bukur, sot jam shumë mirë, ndihem shumë energjik, sot është shumë bukur, sot është dita ime, yes, I can do it, yes, unë do bëj takim me klient. Bullshit, nuk funksionon kështu. Kur flasim për takimet me klient, kur flasim për takimet të shtrenjta, kur flasim për ditët të shtrenjta, neve flasim për një që quhet research. Bëje pauzë video e shkruaj. Research. Çfarë do të thotë research? Kërkim, studim. Unë nuk mund të takoj dot asnjë klient përpara se ta studioj atë. Unë duhet ta studioj mirë klientin, duhet ta studioj mirë klientin dhe pastaj ta takoj. Shumica e closers shitsa, po janë të një niveli të lartë ose këta shesin gjatë shtrenjta. Shkojnë në takim pa përgatitur në takim, shkojnë në takim me klientët dhe shkojnë në durë xhepa dhe nuk dinë se si të menaxhojnë situatën. Gjithmonë, thelbi është që kur neve takojmë një klient, gjëja e parë që bëjmë përpara se neve të takojmë klientin, neve përgatitemi për atë klient, studiojmë për atë klient. Mund të studiojmë website-in, mund të studiojmë Instagramin, Facebookun, LinkedInin, TikTokun, gjithë çfarë do lloj rrjeti, kanalit të mundshëm online dhe neve shkojmë të përgatitur. Po mirë, si ta studiojmë? Se e pash atë në Instagram e kështu. No, nuk funksionon kështu, e pash atë. Studimi bazohet në disa pyetje teknike, thelbësore, kur ti bën një studim. Në MaxBiz neve inserojmë shumë mirë këto për secilin lloj kategorie klientësh që ti ke, se ti mund të kesh klient B2B, mund të kesh klient B2C, mund të kesh të dyja, okay? Edhe në momentin që neve flasim për një studim klienti, neve flasim ka disa pyetje specifike, të cilat ti i ndërton përpara se të studiosh ti. Pra, kemi këto pyetje të tjera, kemi këtë listën, nëse dëshiron, shkruaj më poshtë edhe unë mund të ta jap listën, sepse nuk ta jap dot tani listën sepse janë shumë pyetje që varësisht të llojit të industrisë, llojit të klientit edhe do dalë kështu si i çmendur për të thosh, nuk kjo funksionon për biznesin tim, se kjo është për biznes tjetër. Nëse do diçka të personalizuar, më shkruaj poshtë. Dhe ti shkon takon, bën studimin në internet në website, ke këtë listën dhe fillon edhe i përgjigjesh. Për shembull, çfarë problemi ka klienti? Çfarë mund t'i japun këshill falas klientit? Çfarë ky bën shumë mirë? Çfarë ta komplimentoj klientit? Nuk po them për komplimenta like idiote. O sa bukur dukesh për ai duket shumë keq. O sa i mirë ky biznesi është për biznesin ti është grop. O sa i bukur është ky Instagrami jot për Instagrami është sak, ta shpif. Problemi është që ti duhet të bësh një studim për çfarë bën mirë klienti, çfarë ta komplimentosh, për çfarë është i fortë, çfarë shet, çfarë produkti shet, çfarë shërbimi shet etj, por çfarë ka të fortë. E dyta, çfarë problemi ka? Nisur nga ajo survey i parë që ti ke, ajo e para, çfarë problemi ka? Dhe e treta është me shumë takt. Çfarë mund t'i japësh një këshill falas që ti zgjidhi problemin, por pa e ofenduar. Se janë ca shitca. Janë ca closer, apo më shumë shitca, që bëjnë të studimin, e thonë, po ç'është kjo valla, kjo është budallik fare, kjo është e shpifur, kjo është kot, pse e bën këtë spotin, kjo është kot. E ti që fillim e fillon me negativitet. Ma mund diçka që e klienti që ti ke është big guy, ka shumë shifra aty. Edhe në momentin që ti e takon atë klientin që ka shumë shifra, ai ka atë krenarin personale, ka egon personale. Dhe ti nuk mund të cënosh dot egon e ti, duke i bërë kritika. Këtë ke gabim. Ai sigurisht edhe ta kuptoj që e ka gabim edhe që mund ta ketë kuptuar gabimin ose mund ta vërë gabimin, ai po i natë ta thotë jo shumë mirë. Kush e di që u bonë ti me na tregune? Ku ti ka qenë mençur? Ku ti kështu? Pse? Sepse është egoja personale e individit. Sidomos e këtyre individëve që e kanë atë kalibrin shumë të lartë, sepse janë big guy. Atëherë, kur flasim për të tillë situatë, neve nuk i bëjmë studimin e problemeve që ti themi ti ke këtë problem. Por neve bëjmë artikulojmë çik bukur edhe
Në këto roleplay që neve bëjmë në Max Biz, neve bëjmë shumë lëra që artikulimi ka të bëjë më tepër se çfarë po thua, është që e vesh kritikën që mos të duket si kritik, por të duket si një këshill falas. Mos të duket që po më kritikon, por po e këshilloj falas, po i them një gjë të bukur, po i them diçka të bukur. Dhe kur ti e bën këtë këshillën falas, por e bën pra që ai të zgjidhë një problem, atëherë ti do fitosh besimin tek ai. Duke fituar besimin tek klienti, atëherë ti sapo ke hap dyert edhe ne u flasim për bizneset e mundshme. Ky është gabimi numër 3, ëh? 3 që shit sa bëj. Shkoj në takim me dorë në xhepa. No, kur flasim për biznes, flasim bëj serioz. Kur flasim për takim biznesi, për shitje, për deale të mëdha, flasim për gjëra që ti nuk mund t'ia hash dot kohën klientit. Nuk mund t'ia hash dot kohën atij klientit hajtikit që ai e ka shumë të shtrenjtë pagesën. Por ti duhet të jesh shumë specifik, duhet të jesh shumë i përgatitur. Mira orë roleplay ti duhet të kalosh përpara se të bësh telefonatët e parë. Mira orë studimi duhet të bësh përpara se të bësh një takim me klient. Pse? Sepse niveli është shumë i lartë. Niveli është shumë i lartë. Kompania jote ose ti mund të harxhosh, je duke harxuar shumë kosto, që quhet costo acquisition, që është kostoja që ti ke bërë për të fituar këtë klient. Ke harxuar shumë orë për këtë klient dhe nuk ke luksin që ta humbësh këtë lloj takimi. Nuk ke luksin që hajde mos ka problem se si ky kam 100. No, ti mund të kesh 100, por janë shumë orë pune. Kështu që edhe kjo gjë që ti duhet të bësh është që ti të përgatitesh. Mos shko në takim pa bërë research, pa bërë kërkime, pa qenë shumë i qartë se çfarë ti mund ta ndihmosh klientin. Pra që është shumë i qartë se çfarë problemi ai ka, edhe çfarë mund të bësh ti për ta zgjidhur problemin. Okej? Unë kam një trajnim live, është një trajnim që se do klikoni linkun më poshtë për parë më tepër informacion, por trajtoj kryesisht 5 gabimet më të përhapura, më të zakonshme, të cilat mbajnë peng biznesin tënd. Edhe nuk e lën tiki përpara. Klikoni linkun më poshtë dhe unë do doja shumë që të vijë në takim, është falas, është free, edhe ne mund të diskutojmë bashkë live se çfarë mund të bëjmë tek biznesi yt, se cili është ai gabim që ti po bën tek biznesi yt edhe një zgjidhje shumë e vogël ty mund të shndrojë biznesin në next level. Nëse kjo studimi është diçka që ti e bën, urime edhe na trego, komento më poshtë dhe na trego se si e bën edhe çfarë përfitime është bën. Okay. Kurse nëse ti nuk e bën këtë gjë dhe do ta bësh, është era para jote e parë, komento se si e bën edhe unë jam shumë i lumtur, unë lexoj çdo koment tëndin, edhe si të del kjo në shitje. A mbyllë më shumë shitje në këtë lloj forme vetëm nga kjo teknikë që ti po bën? Komento më poshtë.